kemi thënë se vendit I duhen zgjedhjet parakohshme, për arsye se ai legjitimitet I vjedhur nga qytetarët, nga kjo qeveri monoetnike, duhet t'i kthehet përsëri qytetarëve, duhet t'i kthehet përsëri mandati qytetarëve, në mënyrë që qytetarët sërish të vlerësojnë se kush do të jetë përfaqësuesi I tyre. Dhe ai vullneti I qytetarëve duhet të respektohet nga të gjithë, ama nga të gjithë. Me që rast fituesi, jo Bashkimi Demokratik për Integrim, por fituesi duhet të jetë pjesë e organeve të vendimarrjes, e veçanërisht atyre organeve të cilët dalin drejt për drejt nga vullneti I popullit. Po e shohim se çka po thotë raporti I Komisionit Evropian. Ju e dini se më vitin 2024 slogani ynë ishte jo Rusis, po Evropës, pikërisht që mos të ballafaqohemi me këtë që po ballafaqohemi sot. Stagnim dhe regres, si në planin ndërkombëtar, ashtu edhe në planin e brendshëm. Prandaj, më vitin 2024, ne u kemi thënë qytetarëve, na jepni mandat neve, na jepni një mandat të fuqishëm, që ta mbajmë Maqedoninë e Veriut në binarët e perëndimit, aty ku përket edhe natyrshëm, për të mos devijuar kursi I vendit. Besoj se ju dhe çdo qytetar jeni më së të bindur tani se kemi patur drejt, vazhdojmë të kemi drejt dhe do të kemi të drejt edhe në të ardhmen sa I përket këtyre zhvillimeve politike të cilat fatkeqësisht kanë devijuar kursin e vendit.